Jam një vajzë 15 vjeqe. Mami më ka vdek para 3 vite. E asnjëherë nuk më ka ardhur në ëndër. O i bi, Allahu ta mëshiroft nanën. Allahu ja fal xhennetin. Allahu e shpërbleft me mirësitë e tija, edhe ty të shpërbleft për sabrin që e ban, edhe për sprovën që të ka godit. Nuk dush më mërzit. Nana jote, që aty e ka pas shkruar prej Allahit me vdek. Edhe nuk dush me prit me pa në ëndër. Hoxha po të mëson diçka më mirë se sa ëndra. Po të mësoj me bën dua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se e vladi mirë që e do nanën, që e do babën, lutet për babën ose për nanën. Ti në këtë rast për nanën apo për mamin tan lutu. Nisi mu fal, ngoja hoxhën. Nisi falu. Sa herë të bishin sejdë, edhe të rriqin e të jatë. Thuju Allah, qaj selam nanës tame. O Zot, ngritja gradat në xhenet. O Zot, falja gjunahet. Ti sa herë të falesh, asa i shkojnë këto dua tua. Jep sadak, kur të rritesh edhe ban pare, ka pak jep sadak, ka 1 euro 50 cent. Edhe i shkon sadaka, me laqe e qënë atje i thot vajza jote filania, ta ka qu këtë dhurat. Edhe jo gëzohet, edhe e di që e ke qu ti dhuratën. Prandaj, ti nuk dush me bajt gajle, ape shenë andër ajo. E di që mërzitesh. Po, apo ki qef vesh me pa në andër, apo ki qef me pa është gandër. E për me pa është gandër në xhenet, lutu ti për ta. Edhe ban ti veprat mira, edhe për veti normal fale namazin e mrenë në namaz ban dua. Asa i ngritën gradat, edhe ty të ngritën gradat. Edhe kështu të takoni, kur ta ka shkru Zoti me vdek, takoni bashkë në xhenet. Ti nuk dush mu tut prej vdekjes, as nuk dush mu mërzit pëse të ka dek nana. Se kret kemi me dek. Du të me ditë që me vdek du më thonë me shku në xhenet. Na kretë të synojmë xhenetin. Pse na punojmë me bon jetë më të mirë? Për më knaqë. Tu të me punu për ahiret, për botën tjetër që më knaqë në xhenet me të dashërit tonë. Ti, nana jo të shpirti saj, është i gjallë. Është inshallah taala te Allahu tu shpërbly në botën tjetër. Është tu pritë shpërblimet që ti ja çon dhurat. Pastaj kur të vjen dita e kiametit, krejt kena mu bashku. Pra nuk e ke hup nanën për gjithmonë. Vetëm për një kohë të caktuar. Sa ka shkruar Zoti me tu ti. Kur të vdesish atë, shpirtat shkojnë te Allahu xhalla shanuhu, kënaqen njëri me tjetrin, takon njëri me tjetrin, nana tash është në botën tjetër me akrabatë e vet. Inshallah taala Allah i bashkon shpirtat e tyre. Pastaj mas ditës kiametit, në ditën e gjykimit edhe ti bashkohesh me ta, edhe shkon inshallah bashkë krejt në xhenet. Me vllaznie, motra, nane, babe, gjitha akrabat. Ama sa je gjallë mos u mërzit, mbështetu te Allahi edhe bën sa të munësh namaz, dua dhe veprat mira edhe për shpirt të nanës tonë.